Një 62 vjeçar përfundoi në prangat e specialistëve të qarkullimit rrugor, shtetësi me inicialet NP, banues në Omaraj, duke drejtuar automjetin tip kamion në gjendje të dehur, humbi kontrollin dhe përpasoi doli nga rruga, ku mbeti veti dëmtuar si dhe pasagjeri. Këta të fundit përfunduan në spital. Gjithashtu specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin AC 47 vjeç banues në Kçar të Poshtëm dhe KL 57 vjeç banues në Shirok, pasi edhe këta të fundit u kapën duke drejtuar automjetet në gjendje të dehur. Specialistët e policisë kufitare ndaluan një 34 vjeçar banues në Tiranë, i cili ishte i shpallur në kërkim pasi gjykata në Kukës e ka dënuar me 3 vite burg për veprën penale të mashtrimit. Në Malësi të Madhe, specialistët për hetimin e krimeve referuan materialet në prokurori ku nisi procedim në gjendje të lirë për një 40 vjeçar banues në Koplik për veprën penale të shkeljes së rregullave të mbrojtjes në punë, pasi një ditë më parë 27 vjeçari me inicialet e K, duke punuar në një subjekt mobilerie për të vendosur një reklam në terracën e subjektit, ra në kontakt me energjinë elektrike dhe përpasoi humbi jetën. Po në Malësi të Madhe, u referuan materialet në prokurori për njoftim fakti, pasi në bajzën një magazin për grumbullimin e bimëve medicinale në pronësi të një 54 vjeçareje, ra zjarr duke u shkaktuar dëme materiale. Dosjet hetimore për këtë rast kanë kaluar prokurorisë për veprimet mëtejshme.